takimit me Lidhjen Demokratike të Kosovës, përkatësisht me krerët e saj, lajm do të ishte po të kishim marrëveshje. Marrëveshje politike nuk kemi, pra diskutuam për çështje të ndryshme, për mundësitë që kemi përpara, kemi nevojë për një marrëveshje politike e cila respekton rezultatin zgjedhor, nuk e zëvendëson atë, por e shndron rezultatin zgjedhor edhe në kontribut për stabilitet institucional dhe për funksionim të Republikës së Kosovës në mënyrë demokratike. Askush nuk I do zgjedhjet e reja, mirë po nëse nuk do të kemi marrëveshje, nëse nuk do të kemi hapa përpara, përkundër mosdëshirës që të shkojmë në zgjedhjet e reja, fatkeqësisht ato mund të shkaktojnë. Do të vazhdojmë takimet me pokazh vullnet mirë, nëse s'bëjmë asgjë, vetëm atë gjë e garantuar do të jenë zgjedhjet e reja. Dhe besoj që kjo është as lajm I mirë për popullin e Kosovës, as lajm I mirë as për partitë politike. Prandaj dhe marrim pjesë takime, që të provojmë të japim më të mirën, të vëdëshëm për interesin e vendit dhe të vëdëshëm për politika që I përfaqësojmë si LDK. Dhe në këtë përpjekje tonë do të insistojmë që të ruhet demokracia e Kosovës dhe që LDK-ja nëse mund të arrijë partneritet me palën tjetër të njëjtë e përfaqësuar. Nuk kemi folur për emra konkret, pra ende jemi në diskutime të parimeve, nëse deri me datë 6 gusht nuk do asgjë, kemi kërkuar të vazhdohet procesohet tutje me konstituimin e kuvendit, sepse s'ka nevojë që të pritet, LDK-ja nuk ka asnjë apetit për kryetarin e kuvendit, sepse është figurë ceremoniale, e cila duhet të përfaqësojë edhe, siç e thot kushtetuta, propozimin e partisë së parë. Dhe në këtë rritim LDK jep emrin e vet për nënkryetar të kuvendit. Për çështje tjera, më pas kemi afat kohë shtesë, sa më herët më mirë që bëjmë zgjidhje, sepse Kosova ka shumë probleme, shumë sfida përpara.